E ke pa një video në Dubai si ishte? Merzniku të tjerë dhe hanë e pinin, pa ishte ku? Nuk u fotografion të atere, Nuk u fotografon të atere. Dhe këto deklaratët që bën ky, i bën deklaratat për të bindur ata në Zvicër, thjesht për na i thot ne që krimi droga, orë zotri, në Shqipëri ekziston krimi droga, intimidimi, të gjitha këto që thuaj ekzistojnë, nuk të heq asnjë fjalë. Po këto nuk mund t'i thuash pasi të ndodhin ngjarje ndaj teje. Pra, unë nuk mund të pranoj Kspakun sepse më pëlqen kur godet Erion Velin. Dhe nuk e kam bërë kur këtë gabim fatal. Si kanë bërë të tjerë që sot nuk e di si t'i lidhin dy fjalë se dalin keq në publik. Unë kam thënë nga dita e parë e kësaj reforme skandaloze, kam denoncuar aktin ndaj një politikan shqiptar dhe kam thënë kjo që keni bërë do ju marrë të gjithë përpara dhe i kam marrë. Dhe përveç kësaj, çfarë janë këto gjëra që bëhen në këtë vend? Pra na duhet të marrim azil politik ose na duhet na vi flaka tek ne dhe pastaj të themi që këtu ka kriminalitet dhe gjitha. Ka ekzistojnë, po këto i themi kur je në krye të detyrës dhe lufton për të luftuar këtë gjë, sepse nuk mund të pranoj unë si qytetar që ndaj një politikani bëjnë këto gjëra, po në një qytetar shqiptar që thjesht e marrin përpara. Prandaj këto thjesht ishin vetëm për Ahmetajn për të fituar azilin e qëndrueshëm politik në Zvicër. Dhe pyetja e fundit, duke qenë se Donald Trump së shpejti mund të rikthejë vëmendjen ndaj rajonit të Ballkanit dhe mund të godas politikanë të korruptuar, siç ishte edhe në rastin e Milorad Dodik, a mendoni se mund të ketë elemente të politikës të cilët mund të goditen nga ana e administratës së Donald Trump duke shpallur ata non grata, po ndërkohë nga ana tjetër a ka një qasje amerikane për ta ribërë reformën në drejtësi ose për ta përforcuar atë dhe mëtej? Reforma në drejtësi do të shkatrohet me dakordsim që do të vi nga klasa jonë politike pas 11 majit dhe në fillim të shtatorit, sepse klasa jonë politike është mësuar çdo herë që aty kur shkohet të bëhet diçka e re, aty shkatrohet gjithçka që ato kanë nisur nga e para dhe përsëri ne jemi ata të cilët do të paguajmë faturën. Ftoj qytetarët shqiptar të harrojnë Fondacionin Soros, por të kujtojnë se pas 20 janarit 2025 kemi linjën Trump. Trumpi nuk do punoj me gabimet e Bidenit dhe jo të demokratëve, por do të punoj me politikën e hartuar për republikanët, sepse Trumpi do të bëj politikën e tij dhe do të shënoj histori që të mbetet dhe pas presidencës së tij. Gjithashtu Trumpi do të punoj që të gjejë aleat kudo në çdo vend botës, por aleatët e tij nuk do të jenë thjesht momentan, po do të jenë për të trashëguar qeverisjen e tij ndaj një politikani tjetër që Trumpi do të betoj ose më do të bekoj si një kandidat potencial pas tij në zgjedhjet e ardhshme presidenciale amerikane. Prandaj veprimet që ai do të marrë do të jenë të posaçme dhe momentale, çfarë ai nuk don për në aspektin politik të një vendit, ashtu siç u bë edhe në Kosovën që Grenell doli qartazi kundër Kurtit, pavarësisht rezultatit, përsëri Kurti nuk është se mori i vetëm qeverinë, por ende akoma ai do të mendojë se si do të formojë qeverinë. Mbetet për të parë muaj që po vjen, do jetë një muaj shumë i rëndësishëm pas marsit, sepse do të jetë vendimtar me nisjen e fushatës zgjedhore, gjithashtu do të jetë edhe vendimtar me mënyrën se si politikanët tanë do të shfaqen në elektorat, gjithashtu dhe linja jonë që do të kemi pas 11 majit në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ambasadori amerikane nuk ka ardhur ende në Tiranë, nuk dihet pse po vonohet ardhja e një funksionarit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
mund të vonohet, po jo kaq shumë. Nuk dihet akoma se si do të jetë strategjia e Trumpit në Ballkan, sepse kemi të bëjmë me një përsëri e ritheksoj mënyrë ose më mirë komandim ose strategji që do të zgjedhë ai me raport me Ukrainën. Bashkimi Evropian ka mbetur pak i ngadalt, ashtu siç gjithmonë ka politikën e vet që me zor merr një vendimmarrje se janë 27 shtete derisa të marrin edhe të puqin politikat e tyre, por për mendimin tim, Trumpi në rast se do të arrijë të bëj në shpadhe një non grata, do ta bëj me arsyetim dhe me qëllim. Por arsyetimi dhe qëllimi për Ballkanin për mua momentalisht do të jetë i rezervuar, sepse mos harrojmë faktin se familja Trump në raport me Shqipërinë dhe Serbinë ka bërë disa iniciativa para se Trumpi të zgjidhte president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe pasi është zgjedhur Trumpi president, po pa u betuar akoma, Shqipëria ka bërë veprime, por edhe Serbia duke normuar ligje dhe duke ndryshuar ligje për këto investitorë strategjik. Prandaj nuk besoj se Trumpi do të jetë kaq shumë ekstrem në daljen publike lidhur me Ballkanin, sepse Trumpi do të mbarojë përsëri, e them, Rusia dhe Ukraina, do të mbarojnë këto gjëra, do të merret me Turqinë dhe Sirinë dhe me lindjen e mesme që ende nuk e ka mbaruar, por ai duhet të dalë me një deklaratë të qartë që ajo luftë të mbarojë. Kur do të mbarojnë të gjitha këto që ne flasim, atëherë Trumpi do të merret edhe me Ballkanin. Po përsëri te Ballkani, Trumpi nuk do të punojë si një funksionar diplomatik, por do të punojë si një funksionar interesat të shtetit, pra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të marrin para, jo të argjojnë para. Pra, Trumpi në pikpamjen e tij si një biznesmen ka qëllim fitimin monetar të shtetit vet dhe jo të argjimit dhe të konsumit të luftrave me njerëz me shtetet e tjera ose duke vrarë njerëz. Prandaj them se Trumpi në Ballkan do investojë si biznesmen duke përfituar drejt për së drejti Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ne tani për tani nuk do të kemi veprime të drejt për drejta, do të kemi veprime të ngadalta, por në raport gjithmonë edhe me vijshmërinë e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri dhe në raport gjithmonë edhe me Serbinë, se në të njëjtën kohë në Shqipëri kemi një situatë normale, ndërsa në Serbi kemi një situatë anormale. Dhe në të dyja rastet duhet që Amerika të jetë vigjilente dhe nuk mund të bëjë veprime shpërthyese ndaj asnjërit nga këto shtetet, sepse ka pikërisht një problem. Çfarë? Destabilizimi. Në rast se një nga këto shtete ka destabilizim, atëherë në të njëjtën kohë do të kemi edhe probleme me qëndrueshmërinë e Shteteve të Bashkuara në kuptimin e imazhit të tyre që kanë po përsëri në raport me këto dy vende. Prandaj politika e Departamentit të Shtetit ka mbaruar, tani kemi politikën e linjës së Trump. Trumpi me linjën e tij do paqe, nuk do luftë botërore, nuk do konsum kod, thjesht do që çdo marrëveshje ta bëjnë në përfitim të interesave të amerikanëve. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën tuaj. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.